Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, waliyyu salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun te baraka wa ta'ala për mirësitë e tij të shumta. Ndër ato mirësi është edhe takimi jonë sonte. Allah është përbleft të gjithë dhe për prezencën, edhe lusim Allahun te baraka wa ta'ala na mundsoj që të përfitojmë prej këtij takimi. Siç e keni pa dhe jeni njoftu, sonte janë dy ligjërata. Dhe të dy ligjëratat janë me temën e njëjtë. Janë komentimi i disa haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i transmeton Imam Muslimi në librin e tij, në Sahihun e tij. Dhe kryesisht ato hadithe flasin për mbajtjen e njeriut nga dynjaja dhe bukuritë e saj dhe gjërat që cilat largojnë nga bindja ndaj Allahut te baraka wa ta'ala. Po ashtu janë hadithe të cilat flasin edhe për zbutjen e zemrës, nga se njeriu ka nevojë që zemra e tij të zbutet, edhe të takon Allahun te baraka wa ta'ala me zemër të pastërt. Po fillojmë me lejen e Allahut te baraka wa ta'ala pa humbur kohë në komentimin e disa haditheve aq sa të kemi kohë. Hadithi i parë është hadithi në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bënë dua. Edhe është dua e çuditshme në shikim të parë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma ij'al rizqa ali Muhammedin quta. Ju ka lutë Allah te baraka wa ta'ala që me bo rizqun, furnizimin e tij edhe të familjes vet, quten. Kjo quten i bjen aq sa i mjafton me majt trupin e tij. Me pas rizq, aq sa mos me pas nevojë me përul veten dhe me kërku prej dikujna, po edhe mos me pas rizq të shumt, i cili është i rrezikshëm, i cili ka mundësi me largu njerin prej rrugës së Allahut te baraka wa ta'ala. E kjo gjendje për cilën e ka lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun xhalla wa ala, është gjendje më afër fukarallëkut se sa pasurisë. Është pak më afër varfrisë se sa pasurisë. Tash jo veç paramendone pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, njeri më i dashur i Allahut te baraka wa ta'ala, njeri cilin Allahu ka zgjedhur mja shpall atij shpallin e fundit, dhe më kon pejgamberi i fundit, i zgjedhur i Allahut, më i miri prej krejt njerëzve. E ka lutë Allahun te baraka wa ta'ala që dynjaja mos mu bo shkak me dëmtu atë në fenë e tij. Edhe pse mbrojtësi i tij ka qenë Allahu xhalla wa ala, edhe pse shpalla i ka zbrit atij, edhe pse u bën i dërguar i Allahut. Edhe ju dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju është jep mundësia me zgjedh të jetë pejgamber mbret apo pejgamber rob i Allahut, rob njeri i thjesht. Edhe vetë e ka përzgjedh gjendjen e dytë. Mu kon rob i Allahut te baraka wa ta'ala, i dërguari i tij po, pejgamberi i tij po, amo njeri i thjesht, jo mbret. Edhe për këtë arsye ka lutë Allahun xhalla wa ala, edhe për veten e tij, edhe për familjen e tij, që me pas mjaftueshmëri. Mos me pas për dynjas diçka që e largon nga përmendja e Allahut, nga bindja ndaj Allahut, nga namazi, zakati e gjithçka tjetër me çka Allahu xhalla xhelaluhu e ka urdhëruar. Ky është hadithi i parë. Një hadith tjetër i ngjashëm që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Qad aflaha man aslam." E tregon se kush ka shpëtuar te Allahu xhalla xhelaluhu. Cilësia e tij e parë e atij i cili shpëton te Allahu xhalla xhelaluhu është Islami. Ka shpëtuar tek Allahu ai i cili e ka pranuar Islamin. Wa ruziqa kafafan. Edhe ka shpëtuar te Allahu xhalla xhelaluhu ai i cili furnizohet me çito kafafan, me vetë mjaftueshmëri, ose me mjaftueshmëri. Mu mjaftu me çata që Allahu xhalla xhelaluhu e ka caktuar për të. Mos me lakmu të ajo çka është në dorën e njerëzve të tjerë. Edhe çka ajo të cilën Allahu xhalla xhelaluhu ka furnizuar me të, mi dal ballë, më konë mjaftueshme për ta, po të njëjtën kohë mos më bëj shkak që me dalë edhe me pas nevojë me kërku edhe me përul para njerëzve.
nga se kjo është e rronë për nefsin, dikush nuk përul para njerëzve të tjerë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kalu disa gjendje sa i përket gjendjes tij ekonomike. Fillim nda vetin e tij që e ka bo në Mekë, pa dyshim se ka qenë edhe ka jetu me një varfëri shumë të madhe. Pastaj kur ka ardhur në Medinë edhe ka pas luftra ndryshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pasuru. Edhe ka bo pasuri të shumët. Qysh e ka bo atë pasuri? Prej luftave, prej plaçkës luftës. Ka mbledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabit e tij, shokët e tij, pasuri të shumta. Edhe pse ka ndodhur kjo, edhe pse kanë bo pasuri të shumta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bo që dua shumë çuditshme. Në shikim të parë, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammedin quta. O Allah, bëj rrezikun e familjarëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam quten, veç aq sa mos me dhim barkë, mos me ndje nevojën për ushqim, nevojën e shumtë. Çaq sa mungi, dhe pas për sot elhamdulillah. Këtë ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi radhës është një hadith cilën transmeton Urwa. Urwa ka qenë djali i motrës të Aishës radhiyallahu anha. Aisha kush ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash djali i motrës saj e ka pyet diçka. Ka thonë Aisha, wallahi yabna ukhti, in kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thumma al-hilal. Thot, pasha Zotin o djali i motrës sime, e kemi pa hanën e re. Hanë e re kur del në fillim të muajit. E pastaj hanën tjetër të re, hanën e dytë të re. Pastaj hanën tjetër të re. 3 hanën, jo mas një. Thalathata ahillatin fi shahrain. Për 2 muaj të plot i kena pa 3 hana. Më thonë u ardhë edhe ka fillu muaj i tretë. Në çfarë gjendje? Wa ma uqida fi abyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nar. Edhe në asnjë prej shtëpive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është ndez zjarri. Çka nuk kupton kjo? Për 2 muaj të plot, 60 ditë ose edhe më shumë, nuk është gatu në shtëpiat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 9 gra, ka pas 9 shtëpia. Në asnjë shtëpi nuk u dhe zjarri. Nuk u gatu diçka, nuk u zi diçka. Për 2 muaj të plot. Pastaj vazhdim çuditet shumë kjo Urwa. Djali Asmas. Asma bintu Abi Bakr, motra Aishës radhiyallahu anha, vajza Abu Bakrit. Djali i saj Urwa ja çuditet shumë dhe i thot: "Ya khala, o teza, ma kana yu'ayyishukum, fama kana yu'ayyishukum." Çka ju ka marrë juve gjallë? Kjo është shenjë që mas një kohë, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u qel pak dynjaja për sahabit. I kanë arritë edhe ata tani do kushte pak më të mira, edhe kanë jetu pak më mirë. Edhe u çudit, ka thonë: "Fama kana yu'ayyishukum, çka ju ka marrë juve gjallë për 2 muaj det. Mos me përshit sen, mos me zi sen." Thot Aisha radhiyallahu anha, al-aswadan. 2 ushqimet e zeza. E kjo përdoret që është metodë që përdoret në gjuhën arabe, e që i bjen hurmeja e zezë, e llojit e ajgjëve që ka pas edhe që ka në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe uji. I ka marrë gjallë hurmeja edhe uji. Nuk ka përdorur diçka tjetër për gjatë 2 muajve të plot. Edhe jo veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por edhe gratë e tij dhe fëmijët e tij, që janë më dobët se sa burrat. Thot, illa annahu qad kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas disa kojshi prej ansarëve. Ansarët janë ata që kanë prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Po ti ka pas disa kojshi, e që janë kojshi të mirë. Çka kanë bërë ata? Wa kanat lahum manaih. Ata i kanë pas disa deva po lopë ose dele. Cilat i kanë pas në pronësinë e tyre. فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. Thot, i kam pas disa dela apo devën apo dhe lopë, cilat ja kanë dërgu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga një herë
i ka mjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato, edhe e ka marrë qumshtin edhe e ka pi. Edhe nuk thot e ka pi për vete, po na ka jep neve. Aisha radhiyallahu anha thot, na ka jep çat qumsh neve, ka dalë mes me edhe grave tjera dhe fëmijë. Kjo ka qenë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që shkoshenin edhe në Medinë. Ky ders është do të mbajt me qëllim që na në bëni krahasim të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i dashur i Allahut te bareke ve teala, me krahasu jetën e tij me jetën tonë. Krejt që ka pas për 2 muaj kanë qenë hurmet, uji edhe qumshti. Edhe të qumshti që ka jep dikush. Çka kena na sot? Përveç ujit i kena krejt lagjet e mundshme. Çfarë do pemë që na bjen mend, shkojnë edhe mujna me ble një lang që është bo prej asaj pemë. Hurmet nëse për çka i përdorin? Sikur fruta, hajna hurme me badem, me lajthi, me keksa. Do thoni kena sikur frut, në fund njeri kur ngihet për qefe hanë edhe ndaj hurme. Na sot shkojna prej qytetin në qytet, prej shtetin në shtet, veç me pa një restorant, 3 që u qela dhe me provu ushqimin atij restorant. Ky krahasim do të më bëjë me qëllim që me falendëru Allahun xhel xhelalu. Me falendëru shumë Allahun te bareke ve teala edhe më bind atij. Në këtë hadithe tjera e kuptojmë që lejohet me përmend njëri gjendjen e tij ekonomike që ka pasur dikur përpara, e që u kone keqe e dop, ju kallëzu tjerëve edhe me falendëru Allahun te bareke ve teala, që bojnë zakonisht disa prej pleqve. Kur na tregojnë neve rinis që në kohën tonë edhe s'kena pas, për shembull mjete transportit, s'kena pas ushqim me qysh ushqejmë sot. S'kena pas këto mirësie, tash ju i keni krejt me falendëru Allahun te bareke ve teala. Mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e vreni që nuk është mërzit për dynjën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gajën që ka pasur kon gajën e ahiretit, dalë për Allah te bareke ve teala. Ju e dini që Aisha radhiyallahu anha i thot një herë prej herave, ja Rasulullah, pse po falesh kaq shumë natën kur e din ti që Allah t'i ka fal krejt gjunat, nëse ke bërë diçka më herët ose nëse ke bërë diçka. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan shakura. O Aisha, tja nuk përdin që unë kam qefë dhe du mu konë rëbë falendëru si Allahu xhelle xhelaluhu. Me falendëru për çdo mirësi që i kam. Mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thamë që nga njëherë ka pas prej pasurisë. Çka ka bo kur ka pas pasuri? Transmetohen shumë raste ndryshme. Ndërto, njëherë prej herave një njeri ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka shku jo besimtar. Edhe ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë dele mes 2 kodrave. Edhe ka thonë ja Rasulullah, pidu çto dele. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ato e zduat. A dini sa i vjen me pas dele mes 2 kodrave. Mu shkapsira krejt që është mes 2 kodrave. Krejt o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka jep në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu. Raste tjera ka kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 5 vetave ja ka jep ka 100 deve në atë kohë. Hedije dhurat. Mi afru dhe mi forcu në islam. Kush e din një deve sa kushton, me 100 deve njëri minimum i bot milioner edhe në kohën tonë. A e ka 5 vetave ka 100 deve. Rast tjetër është një prej sahabive e ka veç ati 300 deve. Kështu që këto po e thon me shkak se ka mundësi me lexu një hadith ku thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka një herë e ka rujt apo ka depunu rrezikun e tij, ushqimin e tij për 1 vit. Dhe kjo transmetuar që e ka bëu gati, e ka rujt, e ka depunu për 1 vit. Ka pas për 1 vit për vetë dhe për familjen e tij. Këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka depunu, po nuk i ka zgat. Edhe pse nështë e ka bëu një për familjen e tij, kushdo që ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar diçka ka jep. Saqë edhe Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu një prej sahabive ka kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa herë, 3 herë. Edhe ka jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 1 herë, 2 herë, 3 herë. E pastaj ka thonë që o Hakim, inna hadhihi dunya, inna hadha al-mal khadiratun hulwa.
ndjeu Hakim që kjo pasuri është si një frut i fresk edhe i ëmbël. Krejt e dojnë ato, patjetër. Pastaj thotë që kushdo që e merr ato me mund edhe me hak, Allahu xhalla xhelaluhu i jep atij bereqet në to. Ndërsa kushdo që e merr me pangopshmëri, do veç me shtu pasurinë e tij, do me shtu pasurinë e tij me bo sa më shumë, edhe mu dok para tjerëve që ka sa më shumë, thot lem yubarak lahu fihi. Allahu xhalla xhelaluhu nuk i jep atij bereqet në pasurinë e tij. Pastaj hadithet e radhës flasin rreth për gjendjen e tij sallallahu alaihi wasallam, ku thot Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma shabi'a min khubzin wa zayt fi yawmin wahidin marratayn." Ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është ngop me bukë edhe me vaj 2 herë brenda një ditës vetme. Kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u ngop 2 herë brenda një ditës vetme, me çka është fjala? Me bukë, me korët bukës edhe me zejtin. Që kanë gjyrë zejtin se kon buka e fortë, kanë pas me çka? Me zbutë kanë zbutë me zejtin. Me qita nuk u ngop 2 herë brenda një ditës. Patjetër u dash që njërin në shujt me hangër çka? Hurme edhe ujë. Thot Allahu xhalla wa ala thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Dijeni që ditën kur delni para Allahu xhalla xhelalu keni mu pyet, keni mu marrë llogari për mirësitë e Allahu xhalla xhelalu. Edhe kjo kur ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shku te një prej sahabive s'ka pas çka më hangër, e ka lidh gurin te barku i tij dhe ka taku Abu Bekrin dhe Omerin jashtë, dhe ata njëjtë ka bërë ka lidh gorzit. Bashkët e tyre që mos më dhin barku, me mujt me nejt drejt. Edhe ka zbrit që kjo ajet, kur kanë shku me hangër të dikosh prej sahabive, dhe aty kanë hangër hurme dhe ujë, Allahu ka thënë keni mu pyet për mirësinë ditën e gjykimit. Tash veç para mendoni për çka kena mu pyet na ditën e gjykimit. Edhe sa ka me zgjat llogaridhënia jonë. Lusim Allahu xhalla wa ala që me na mundësu me fitu mas pari këtë pasuri në mënyrën që është halal, e lejuar. Dhe lusim Allahu xhalla xhelaluhu me na bo falënderues ndaj tij. Edhe me na mundësu që me shpenzu çat pasuri aty ku Allahu te bareke ve teala është i kënaqur me ne. Hadithi tjetër është i ngjashëm, thot ma shabi'a alu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam yawmayn min khubzi bur illa wa ahaduhuma tamr. Nuk është ngop familja e pejgamberit ashtu sallallahu alaihi wasallam, gratë dhe fëmijët e tij. Nuk janë ngop 2 ditë nga buka e grurit. Vetëm se njëra shujt për tyre, nëse njëherë kanë hangër dhe ngi, shujt e tjetër thot ka qenë hurme. Pastaj hadithi tjetër është hadithi e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, në të cilën thot walladhi nafsi biyadihi, thot pasha Allahun në dorën e të cilit është shpirti im. Ma ashba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlahu 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. Betohet në Allahun që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ushqy familjen e tij 3 ditë radhazi prej bukës së grurit. Me bukë të grunit se ka ushqy familjen e tij kur 3 ditë radhazi. Hatta faraqa ad-dunya, derisa ka dalë prej kësaj dynjos. Kur si ka ndodhur kjo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në familjen e tij. Pastaj hadithi tjetër është prap hadithi Aishës radhiyallahu anha, në të cilën thot tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi rafi min shay'in ya'kuluhu dhu kabid illa shatru sha'ir. Thot kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot në raftin tim që e kam pas, që kam marrë rafta pak më lart, që mos më hangë për shembull metë se çka do të ka pas për insekteve, mos më aprek ato ushqime, thot në çat raftin tim nuk ka pas diçka tjetër veç se pak elb. Pak prej elbit i ka met në raftin e saj. Edhe, subhanallah, shumë interesant thot, min shay'in ya'kuluhu dhu kabid, s'ka met asë gjë cilën e hajnë gjallësat. S'ka thonë që hajnë njerëz, po që hajnë gjallësat në përgjithësi. S'ka pas diçka asë që hajnë kafsht. Edhe më që hajnë njerëz. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Këto hadithe vllazëna na mësojnë në kuptu që nuk është
shenjë që Allah është i kënaqur me ty nëse të jep ty prej dynjas. Përkundrazi, sa do që ka njeri prej dynjas, le të din që ka me jep llogari për çato. Ka mu pyet për Allah te bareke ve teala për çat pasuri. Nuk është pasuria tregues që njeri është i lartë ose i ngritën te Allahu xhallahu ala. Nëse shkon që ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkon bret. Nuk i shkon në robi thjesht e Allahu xhallahu ala, që s'ka mund me ngi me boktelbet familjen e tij për 3 ditë radhës asnjëherë. Thot fa akaltu minhu. Thasha radiallahu anha, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kom hangër çfarë që më ka mit prej elbit. Hatta tala alai, sa që më ka zgat koqa shumë. Më ka dalë koqa shumë. Pastaj thot fakiltuhu fa fani. Kur e ku marr ata dhe e ku mat. Dhe ku nis me llogaritë dhe sa ditë ndel çtash. Thot më ka harxhit pastaj. Kjo thonë dietar që do të më konë rruga që do të më pasu edhe në. Mos me i këshyrë shumë senet, i mësinat, mi matë shumë senet, me u menu tepe shumë për këtë dynjë. Jo, njeri për pasurisë vetë, harxhan ato që ka nevoj për ta. Për veti, për familjen e ti. Krejt ka nevoj, krejt ka është të lejume, s'ka problem, ama nuk ka nevoj në i matë senet shumë. Me qenë në stop kuritën, asametën, me qenë gjera llogarin bankarën, telefonin me këshyrë asametën, apo më dalin, as më dalin dhe në fund të mujtë. Se këto sene shkojnë me bereqet, me mirësi që e jep Allahu xhallahu xhelalu mbrana një shtëpisë, ose mbrana një kuletës, ose mbrana një gjëra llogarisë bankare. E kjo është e provuar, edhe Aisha radhiyallahu anha, dhe secili prej neve këto e ka provuar besoj. Që mi dal për shembull një shumë e vogël për shumë do ditë që kurse kish menuar që i dal. Edhe kundërta më harxhu një shumë e madhe, mi shku dhe nuk e din as në çka e ka harxhuar, as ku e ka harxhuar. Veç është që shkun parët. Pastaj në një hadith tjetër, ku An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka marrë një hutbë. Edhe në hutbë thot Omeri radhiyallahu anhu e ka përmend se çka kanë fituar dhe kanë marrë njerëzit prej dynjas. Më thonë Omeri e ka arrit atë kohën kur u qelë më dynjajnë. Edhe u përmirësu gjendja besimtarëve ekonomike. Dhe thot e ka përmend në një farë mënyrë edhe si ka pëlqyer shumë që bashkë që ka që kanë arrit muslimanët. Jo pse është keq me arrit për pasurisë. Përkundrazi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se mirë është pasuria e mirë që është halal në dorën e njerit mirë, i cili din me shfrytzuar hajër. Ajo është pasuria e mirë, edhe e pëlqyeshme te Allahu xhelaluhu. Po, në këtë rast Omeri pse e ka menduar këtë? Edhe pse i ka duk gjende jo shumë mirë pse kanë arritur besimtarët ashtu? Për shkak se ka ditë që kanë më pyet për ato mirësi për Allahu xhelaluhu, nuk e ka ditë, kanë më ditë çka kanë më thonë edhe çysh kanë më përgjigj për Allahut xhelaluhu. Edhe thot në hutbë: "Laqad ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u bihi batnahu." Dhe kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili u ul që shtë dhe u krys. Shko ku i dhimtës që ka pas në barkë, që ka pas barkë në zbrasën, s'ka pas që më unë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo kështu: "Ma yajidu daqalan", nuk ka gjetë as hurme dopt. Hurme, lloj më dopt hurmës nuk e ka pas që më unë. Yamla'u bihi batnahu, vetë sa me mush barkun e tij me diçka. As qëta ka njerë si ka pas pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Që shtot Allahu Jalla wa Ala në surën Ibrahim për Musën alaihi salam, thot: "Wa dhakkirhum bi ayyamillah", dhe përkujtaj të njerëzit me ditët e Allahut. Ditët e Allahut që Allahu Jalla wa Ala ka njëherë jep dikujt më shumë, ka njëherë ja merr atë pasuri. Ka njëherë dikon e udhëzon, dikon e devion, dikon e ruan, dikun e dërgon në smundje, dikun e zgjat jetën. Përkujton aty në ditët e Allahut, çu shën punë, çu shën bu. Thot Allahu Jalla wa Ala: "Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas." Dhe këto janë ditët të cilat ne ja mundsojnë njerëzve me jetu. Sa dikush është i varfër,
nesër pasurohet, kena pa shumë raste tima. Edhe kundërta, dikush që është sot i pasur, nesër varfërohet. Sot e ka shnetën shumë mirë, gjendje tepër të mirë. Nesër smuhet, nesër e kupton që ka një smundje tepër të rëndë. Apo edhe dikush që i ka humbur shpresat, është tepër smut dhe ka shumë sprova, Allah xhalla xhelalu ja hap krejt rrugët e largon smundjat e largon sprovat. O tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Këto janë ditë që Allah xhalla xhelalu ja mëson njerëzve me jetu edhe i sill ato ditë mesin e robëve të tij. Pastaj hadithi tjetër është hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilën ka shku një njeri dhe e ka pyet diçka. Edhe ka kërku prej tij diçka prej pasurisë. Edhe ka thonë, elasna min fuqara il muhajirin. Ka thonë, nuk jena na prej njerëzve të varfër të muhajirëve. Muhajirët janë ata që kanë bërë hijret prej Mekës në Medinë. Faqala lahu Abdullah, dhe gjaj një mirë këtë pjesë. Çka ka thonë Abdullah këtij njerit? I ka thonë, alaka imra'atun ta'wi ilayha. Pyetja e parë që ka bu, ka thonë, a e kiti një gru tek e cila ti shkon, ki ku më kthy, ki më shku te ajo. Ai thot, naam, po kam. Pastaj pyet pyetjen e dytë. I thot, alaka maskanun taskunuhu. A e kiti një shtëpi, një vend ku mundesh me shku me jetu, ku mundesh me bo gjumin, ku mundesh me qenë në gjasa më koni sigurt. I thot, naam, po kam edhe këto. Qala fa anta min al-aghniya. Ka thonë atëherë, të qenë ke për njerëzët pasur. Nuk e i varfër që shpo paraqitesh. A i thot, fa inna li khadimen. A i vetë është ashtë në thot, unë kam edhe një shërptor. Kam edhe gru, kam edhe shpi, po kam edhe një shërptor. I thot Abdullah radhiyallahu anhu, fa anta min al-muluk. Te atëherë je prej mbretërve. Nuk je veç i pasur, po je prej mbretërve. Çka po do të më shumë, ki ku më nejt, ki ku më flajt, ki siguri, ki gru të cila mundesh me shku. Edhe ki shërtor. Te qenë ka thonë prej mbretërve. Kjo është rasti i parë. Rasti i dytë është kur tre njerëz kanë shku te Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Edhe i kanë thonë atij, ja Aba Muhammed, o babai Muhammedit, inna wallahi ma naqdiru ala shay. Më thonë Allah, o babai Muhammedit, na s'kena mundësi me bo kur gjëjq. Kur far kushte s'kena. La nafaqa, s'kena shpenzime. S'muna do me thonë as me shpenzu, se s'kena çka me shpenzu. Wala dabba, s'kena as mjet transportit. Me i kafsh diçka që nuk mëna transportu. Wala mata, e as gjëra tjera të kësaj dynjas. Faqala lahum, i ka thënë atyre, ma shi'tum, çka po dëni? Edhe ja jap tri mundësi me përzgjedh. E para i thot, in shi'tum raja'tum ilejna fa a'tajnakum ma yassara Allahu lakum. Nëse ju doni, hajdeni edhe një herë të na, si më thonë, mas një kohë, mas do ditë ose mas do orëve, hajdeni edhe një herë, edhe na ju dhojna. Qatë se Allah ja u ka lecu, na kërëm ju ja. S'ka problem, ju ndihmujna. E dyta, wa in shi'tum dhakarna amrakum lis sultan. Nëse doni, e përmendim çështjen punën e juve të sultanit, të mbretit, të prisi muslimanëve, do thonë bojna një farë shefati, një farë ndërmjetësimi për juve, edhe ju jep edhe ai diçka. Edhe e treta, wa in shi'tum sabartum. Edhe nëse doni, bëni sabër. Durani këtë gjendje që jeni. Pse me duru o Abdullah? Ju thot, fa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, unë kam dëgjuar të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam duke thënë, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yawm al-qiyamati ila al-jannati bi 40 kharifa. E ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, me të vërtetë njerëzit e varfër të muhajirëve i paraprin pasunikave në xhenet, me hyrje në xhenet 40 vite. E ka gjetë një shembull për shtatshëm për ta. E ka gjetë një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja u qetëson zemrën aty. E ka ditë që ata nuk e kanë qëllim dynjon, po kanë qëllim ahiretin. Edhe me këtë ja u ka zbut zemrën, ka thonë që jo në xhenet, apo dëni me hi, po. Nëse vdesnin këtë gjendje që jeni tash, keni me hy para njerëzve tjerë, para pasanikave, 40 vjet më herët.
Edhe ata padyshim që kanë thonë fa inna nasbiru la nas'alu shay'an. Në thonë atëherë, nëse pas ke dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thonë kështu, po bojna sabër. Edhe nuk po kërkojna asgjë prej juve. Pse është ky dallim ditën e gjykimit mes njerëzve që janë pasanika dhe njerëzve që janë të varfër? Dallimi është për shkak se ata njerëz kanë me u pyet. Njerëz që kanë pasurinë edhe kanë mirësitë Allahu xhallahu ala, kanë me u pyet për çdo fitim të pasurisë edhe çdo shpenzim të pasurisë. Ndërsa ata që janë të varfër, as nuk pyeten për tyrat e tyre, as për dolarat, se nuk është që kanë diçka shumë. Ndërsa pasanikat pyeten, mirën llogari, dhe nuk i pyet kushdo. I pyet Allahu te bareke ve teala. Çuçi e keni fitu këto? Pse keni bo? Pse keni zgjedhë që të rrugë me arrit deri te fina biznesi? Pse keni lakmuar këtë pasuri dhe keni shku ka rruga haram? Pse? Kur kryet kjo, pse keni shpenzu këto? Pse keni shpenzu këto? Pse këto? Zgjodh, do të thonë shumë llogaria aty në ditën e gjykimit. Jo krejtve, ama nashta e shumicës. Për shkak se zakonisht njeri kur ka pasuri të madhe, nuk e kqyr bash qysh do të me kqyr. Qysh po fiton edhe qysh po harxhon. Pastaj një hadith tjetër është hadithi Usamës ibn Zeid radhiyallahu anhuma, i cili thotë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Qumtu ala babil jannati fa idha 'ammatu man dakhalaha al-masakin." Thot, jam dalur tek dera e xhenetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka mundësi që ka ndodhur në gjumë, kur ka flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pa një ëndër që ka shku te dera e xhenetit. Po ka mundësi edhe tjetë kur e ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mi'rajin. Kur Allah xhallahu ala në periudhën e pasë e ka marrë prej Mekës, e ka çuar Mesjidul Aqsa dhe prej aty deri në shtatçet e Allahu xhallahu ala me abu obligim namaz. Ka mundësi që çatër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që e ka pa xhenetin edhe xhehenemin. Thotë e kum pa xhenetin edhe kum pa që shumica e njerëzve që hyjnë ta janë skamnuar. Njerëzit e varfër, njerëzit e thjeshtë në xhenet. Wa idha ashabul jaddi mahbusun. Ndërsa disa njerëz ishin të ndaluar. Halos kanë një xhenet, të ndaluar, mos me hinja në xhenet. Kush janë ata? Ashabul jadd. Njerëz që kanë pas pasuri të shumta, edhe njerëz që kanë pas pozita ndryshme, njerëz që kanë pas famë. Këta njerëz janë mahbusun, i ndalon Allahu xhalla xhelaluhu ditën e gjykimit. Illa ashabun nar, përveç banorëve të zjarrit, faqad umira bihim ila an-nar. Janë urdhëruar ata që të shkojnë në xhehenem, që të hinë zjarr. Wa qumtu ala babi an-nar fa idha 'ammatu man dakhalaha an-nisa. Edhe jam ndal tek dera e xhehenemit, dhe kur kum shikuar aty kum pa që shumica e banorëve të xhehenemit janë gratë. Edhe kjo i ka 4 sebebe apo shkaqe. Pse gratë janë pjesa më e madhe e xhehenemlive. Cilat janë ato shkaqe? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Imam Buhariu prej Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, në hadith në Bajram, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, grave ja ma'shara an-nisa. Ju ka drejtu grave, ka thirr, o ju grave. Edhe ka këshilluar, ka thënë tasaddaqna, japni sadaka. Japni lëmosh në rrugën e Allahut. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Besoni kum pa që ju jeni shumica e banorëve të xhehenemit. Thonë gratë, wa bima dhalika ya Rasulullah, dhe me çfarë shkaku i dërguari Allah, pse na jeni në xhehenem? Shumica e grave, pse jeni në xhehenem? Wa bima dhalika ya Rasulullah. Edhe në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmend 2 shkaqe, thotë tukthirna al-la'n, nga se jo e shpeshtoni mallkimin. Allahu na lut gratë, zakonisht mallkojnë shumë. I mallkojnë fëmijët e tyre. I mallkojnë burrat e tyre. I mallkojnë kushit e tyre. I mallkojnë njerëz në përgjithësi. I shohin njerëz, i mallkojnë njerëz. Kjo është një prej shkaqeve pse ato rinë në xhehenem, Allahu na lut. Shkaku tjetër që shpërnojnë këtë hadith është wa takfurna al-ashir.
edhe i mohoni të mirat e burrit. Gratë i mohojnë të mirat e burrave të vetë. Për këtë arsye, hinë xhehenem. Të jetën njeri bën mirë gruz vetë, sillet mirë me të, e ushqen me të, ja siguron vendbanimin, ja siguron teshat, ja siguron rahatin, knatësinë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai thot, s'kum pa prej teje kur asnjë të mirë. Subhanallahu, me çit fjalë shkon në xhehenem. I thot burrit, s'kum pa prej teje asnjëherë kur gjë të mirë. Edhe ahu ja çon poshtë krejt, subhanallahu. Edhe Allahu xhalla xhelaluhu e dënë. Për shkak se Allahu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men lam yashkuri an-nas lam yashkuri Allah. Ai i cili si ka falendruar njerëzit, se ka falendruar as Allahu xhalla xhelaluhu, se Allah i ka thënë ata njerëz se dat shkak që me bëu ty mirë. Nëse ti si falendron ata atëherë dije që se ke falendruar as Allahun te baraka wa ta'ala. Dy sebejve të tjera që përmend disa hadithe të tjera janë shtimi i e para o yusawwif në khejrë. Thonë që hajrin cilin do të me bo e vënohin. Për shembull, kanë me bo nëjë vepër të mirë, vepër të hajrit, thonë e bëj kismet nesër. E bëj kismet mas nesër. Shkon haq, se ki të ka bo obligim, inshallah shkoj mas disa vjetë. Mbulahu, qëtash inshallah, bëllon në plesni. Bënë që fund hajrit, jep sadaka, krejt këto subhanallah, i shtynë. Edhe kjo është i shkaqeve që ato hynë në zjarrin e xhehenemit, Allahun na ruajt. Edhe e fundit i shtojnë ankesat. I shtojnë ankesat shumë, ankohen për gjithçka. Ankohen për burrët vet, ankohen për fëmijët vet, ankohen për pasurinë, rrezikun që Allah xhalla xhelalu ja ka dhënë. Ankohen për kohën, ankohen për gjithçka. Këto janë shkaqet që i dërgojnë gratë Allah na ruajt në xhehenem. Mirë, pastaj hadithi i radhës, shoku i kohës, inshallah po i marrëm ato dy hadithe dhe po e falim Yatsin. Hadithi tjetër është hadithi i Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, i cili thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi dakhilan min ba'd al-'aliyah. Ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo ka kaluar nga një treg prej një vendi i cili është quajtur al-'aliyah, një vend që në zonë që ku pak më e lartë në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu kanafayhi. Njerëzit janë konë dy anë të tij. Kur është një njeri i madh dhe Allah ngrit, zakonisht njerëzit ecën rreth tij dhe ecën me to dhe interesohen. Dojnë me përfitu për ati njeri. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Famadha bi jadyin asak. Ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek një err i cili ka qenë cor. Cor i bjeni ka pas vesht e vogël, shkurt. Edhe ka qenë mejit, i vdekur. Vetë që kë edhi, apo kingjë, apo qka dënë, kur i ka vesht e vogël, kjo llogaritet më konë e metë e tij. Edhe gjallë më konë njerëz nuk e kanë preferu. Për shkak se është llogarit që është e metë. E kjo ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çeta sahabit, edhe ka pas çet edh, cili ka pas vesht shumë të shkurt, edhe ka qenë mejit. Ka cof. Fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi. Thotë ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çat edhën e vdekur, apo cofër, edhe e ka kapur veshën e tij para sahabive. Kjo është argument që lejohet një coftin me prek, ose me kap ose me largu për rrugës, edhe s'ka nevojë me marrë abdes ose me la durët ose diçka. E ka kapur për veshë, për çat veshën i cili është e metë e tij, duke qenë i vdekur. Edhe pastaj ju ka thonë sahabive: Ejukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham. Kush po dën për juve me pas qita me ble me 1 dirham. Pasuri jo e madhe. Me 1 dirham. Kan thonë, ma nuhibbu annahu lana bi shay. Kan thonë, ja Rasulullah, nasi kishëm dashur këta as pa parë me marr. Le që është me të meta apo edhe i coft. Wa ma nasna'u bi, çfarë me bëu me ta ja Rasulullah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prap ja përsërit pyetën edhe i thotë ngjashëm, e tuhibbuna annahu lakum, a kishit dashur me pas ju qet edhe më koni juve pa pagu kur gjëheq? Thënë, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li annahu asak. Thënë, ja Rasulullah, ky të shkon gjallë, i shkon me të meta, se i ka vesh të shkurt, i ka vesh të vogël. Fe kejfe wa huwa mejit. Qysh me lakuna të Rasulullah, kur e se
ka cof. Faqala, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Wallahi betohet në Allahun azza wa jall. Kush po betohet njëri që Allah ka zgjedhur për shpallën e tij të fundit, pejgamberi i fundit. Wallahi, pasha Allah, le dunja ahwanu ala Allahi min hada alaykum. Dynjaja me krejt mirësitë dhe bukuritë e saj, me krejt pasuritë e saj, me krejt gratë e saj, me krejt veturat e saj, me krejt fëmijët që ekzistojnë, me krejt malet edhe kodrat edhe lumenjt edhe detet edhe me gjithë shka, është ma e pavlerë të Allahu Gjelle Gjelaluhu sesa kjo coftir për juve. Kjo është mizani i shariatit, kjo është mizani Allah të baraki wa ta'ala. Si pas që ti mizani kena më marrë në pytje, jo që shdojnë anë. Kur Allah Zogjeni ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirt, udhëzojnë surën Hud, udhëzojnë rrugën e Allah Gjelle Gjelaluhu, ashtu si që urdhëru, që shka urdhëru Allahu azza wa jall. Kuptoni si ka thonë, udhëzohu qysh dën familja jote, qysh dojnë gratë e tua dhe fëmijët e tu. As si ka thonë udhëzohu qysh dojnë Kurejsht e Mekës. As si ka thonë udhëzohu qysh dojnë Jahudit e Medinës. As qysh dojnë munafikat e Medinës. Po kema umirt qysh Allahu Gjelle Gjelaluhu të ka urdhëru ty. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith që transmeton Tirmidhiu prej Sahli ibn Sa'idi radhiyallahu anhu, thot: "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha, ma saqa kafiran minha sharbata ma." Sikur që kjo dynjaja me krejt mirësitë e saj, dhe është mirë njëri kur t'i lexon këto hadithe, pak me paraftyru, me menu çka është dynjaja me mirësitë e saj. Se na ka njerë mënuja dynjaja me mirësitë e saj është veç ato që i kem na, edhe veç ato që na lakmojnë ato dhe shpresojnë ato. E kjo është kur gjehesh për dynjas, dynjaja është shumë e madhe, dynjaja ka shumë më shumë. Gjithë të shtete, gjithë të kontinente, gjithë kjo hapësirë, gjithë kjo tokë, gjithë ai deti, subhanallahu, gjithë të pasuri, pare, argjenti, gjithë sen subhanallahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Law kanat ad-dunya", që kjo dynja, nëse kish pas vlerë të Allahu subhanahu wa taala, sa mi krah i mushkonjës. I mushkonjë për eshe njeri, krahun e saj as nuk mundet me pa me sy. Pa e kap me myte në afru. Ma saqa kafira minha sharbata ma. Nëse kish pas veç qit vlerë, dvogët sa një krah i mushkonjës, Allah se kish jep as një jo besimtari, as një glënk ujë me pi. Çka i bën kjo? I bën që kjo dynja te Allahu subhanahu s'ka kur falderë. Për atë arsye dynjania jep edhe njerëzve që i dën, edhe njerëzve që si dën, edhe besimtarëve, edhe jo besimtarëve. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Ahireti është shumë më i mirë për ty se sa dynjaja. Mirë, pastaj në hadithin e fundit për këtë ders, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir." Dynjaja është burgu i besimtarit dhe është xheneti i jo besimtarit. Është hadithi çuditshëm me lexuar që shto për herë të parë. Qysh mund të më kon dynjaja burg për besimtarin dhe xhenet për jo besimtarin. Me krejt mirat që i ka kjo dynja, për besimtarin është sikurse më kon burg. Për shumë arsye ndryshme. Veç me krahasu me ahiretin, e shpejt me krahasu e kupton. A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu thot: "Ja kum bo gati robëve të mirë në xhenet, të senet që kur syni i tyre si ka pa, kur veshi i tyre si ka një, edhe kur mendja e tyre si ka shku." Në menu për thonë. Do thonë është diçka e pakrahasueshme realisht me dynjën. Pse kanë thënë dietarët, një prej shkaqeve më të mëdha, pse është dynjaja burg për besimtarin? Thonë për shkak se njeri kur është në burg mas shumti i dhan një fakt. Cili fakt? Që nuk mundet mi pa dashurit e tij. Burgoset dhe largohet prej tyre. E njeri në këtë dynja kur ka kriju Allahu azza xal është se kon burg. Pse? Se nuk mundet me pa Allahun te bareke ve teala. Nuk mundet me pa ato të cilin e ka urdhëruar. Nuk mundet me pa ato të cilët ju ka bind. Është sikur në burg, e pret vdekjen që me dalë për këtij burgu, edhe me shku te Allahu xhalla xhelal, po dhe me pa.
wujuhun yawma idhin nadira, atë ditë ka me pas fytyra të cilat janë të bukura, tepër të bukura, ila rabbiha nadira, të cilat e shikojnë Zotin e tyre. Lutë Allahun xhallahu ala me na bëj prej tyre. Ndërsa kjo dynja është xhenet për jo besimtar, kur e krahasojmë se çka i pret ata prej dënimit në ahiret. Edhe është interesant një rast që transmetohet që një prej dietarëve që ka pas emrin Abu Sahel as-Sa'luki, që ka qenë prej fukahave, ka pas dituri të madhe dhe ka pas pushtet të madh. Edhe një herë prej herave një prej jahudive e sheh ato me atë karavanin e tij dhe me ata shërtorët e tij dhe që e kanë ulë nalt përmi deve dhe mirësitë kësaj dynjas. Ai ka punu zejat, ka punu me zejtin dhe ka pas tesha të zhëta. Edhe ka thonë, po du me ty diçka. I ka thonë, qysh ka mundësi që pejgamberi juve po thotë që kjo dynje për juve është burg e për neve është xhenet. Çfarë gjendjen tënë? Çfarë xheneti unë me këto tesha? Çfarë xheneti unë me këtë profesion, me këtë punë? Në çfarë burgu je ti me gjithë ta shërtor, me gjithë këto mirësi, me gjithë këtë ushqim, me gjithë këto bagti, me gjithë këto kafshë? Ai që të përgjigji, thotë që kjo dynja për besimtarët është burg duke krahasu me ata që ka i pret në ahiret. Nga se në ahiret, mas pari, koha nuk është sikur se këto të na. Ahireti nuk ka fund. Mirësitë e ahiretit nuk kanë fund. Çdo mirësi në dynja e ka fundin e vet. Asnjë mirësi në dynja nuk është mirësi e plotë, që e kënaq nefsin edhe zemrën. Përkundrazi, njeri në këtë dynja jeton ditë më shumë të vështira dhe të lodhshme se sa ditë të mira dhe të kënaqshme. Nëse i ka thonë se llogarit gjendjen tëmë tashme, gjendjen tëmë me lejnë Allah në ahiret, xhenet, kjo është burg për me. As nuk e shoh Allahun azza wa jall, as nuk e shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as nuk e shoh sahabit, as nuk e shoh dietarët e mëdhenj, as nuk e shoh njerëz të dashur që kanë vdekur. Ndërsa ti e shoh krejt këta dhe i kam gjitha mirësinë. Ndërsa për ty kjo dynja është xhenet për shkak se nëse nuk i beson Allahut xhalla xhelalu, ki me hit në xhehenem me nivel i cili është tepër i frekshëm edhe i cili në njëjtën kohë nuk ka fund, dënimi i tij nuk ka fund. Thot Allah xhallahu ala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab. Sa herë që lëkurat e tyre djegën në xhenem, thot na ja u kthejna lëkurat prap, ja u ndrojna lëkurat. Me çfarë shkaku liyadhuqu al'adab, që me shiju që atë dënim hala më shumë. Atëherë, këtë dynja pa dyshim që është xhenet për ta. Nga sa ahireti për ta është tepër i frekshëm. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, ku anfusakum wa ahlikum nara, ruajini veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit, wa quduha an-nas wal hijara, lëndjekse të cilët janë njerëz mas pari, djegët xhenemi me njerëz edhe me gurzi. Guri është seni pothuajse më i vështirë mu djeg. Nuk djegët tepër zor. Allah subhanahu wa taala thotë na që ato njerëz dhe çta gurzit i marrën dhe i bojnë lënë djeg, se me që ato e vëzën xhenemit. Elusin Allahun xhallahu ala që na mundësën me pasu librin e tij dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusin Allahun xhallahu ala që na mundësën mos me lidh zemrën tonë me dynjën. Po me pas prej dynjas aq sa na mjafton edhe aq sa mund na mi bëhajr vetes edhe tjerëve, po merret si mos me pas në zemër. Ky është zohdi që thonë dietar, zohdi është me pas dynjan njeri në dorën e tij, me shfrytëzu ato, pa probleme nëse ka tepër shumë. Mo merret si mos me pas në zemrën e tij. Lusim Allahun xhallahu xhelalu, na mësoj me hinë xhenetin e tij. Firdaus, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kur të kërkoni xhenetin, kërkoni Firdausin më të lartë. Ne lusim Allahun xhallahu xhelalu, na mësoj që të shijojmë ato mirësi xhenetit dhe të shijojmë mirësinë më të madhe që është shikimi në fytyrën e Allahut te baraka ve teala. Me kaq po përfundojmë këtë ders, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.